kundër majorancës. Të thep Tirana. Tash dash. Ai jam I qartë realist. Gjatë fushatës kam shku shumë në Elbasan. Dhe një gjova atje në Elbasan, domethënë Partia Demokratike, po të themuni, ka humbë 2 mandate me ty në Elbasan, sigurta. Një hertatin po. Pa të thëshin 2 mandate dhe erdhëm para zgjedhjeve që do shkojë kjo gjendje. Si ka mundësi kjo parti, për interesin e vet, një kryetari kësaj partie, heq dashurën me I kontribut kaq gjatë, me një influencë kaq të madhe në Peqin. Në Belç. Po. Pra, një njeri që ka influencë në atë zonë, është absolut në atë zonë. Dhe pse? Unë e di pse. Po dhe unë do ta them Po du ta thush ti, unë e di pse. Pra, atëherë ai votues, unë që du me ardhë me votu PD-n. Më thujti mu për çfarë vit ta votojnë këtë lloj PD? Për çfarë të viun më lart? Unë se du pozitën. Du të bëhet rotacioni. Po për çfarë do të shkojnë çam tregot ti tash sinqerisht një motiv që të bëjsh mu që të shkoj ke PD-ja. Kur dash se ulën e hek, kur një tjetër figurë e hek, kur fut njerëzit mo pa vlerë, njerëzit që thatë ju mot për folurit për korrupsione, për drejtje, për këtë e për atë, njerëzit që bëjnë marrëveshje edhe me pushtetin për leje pallatës e këtë. Atëherë për çfarë do vijon ku ndryshimi, për çfarë do ta kërkojnë kë ndryshim? Pra, Liro. PD-ja deri në 5 nëntor, 6 nëntor ku që nxjerrën në Amerikë ishte në vdekje klinike. Po. Realisht. U zgjuam nga vdekja klinike, morën frymë me rastin e fitores së Trumpit. Realisht sepse që krijuar një perceptim, një pushtjellim I madh I fuqi që ore Amerika nuk na do, na vret, na pretën e mbrapa. Ka qenë perceptim I gabum. Që si ka? Për një minutë flas për vokacionin që lëvizi mbrana forcë, BDS, po u ngrit, sepse ne thoshim gjithë po ai ndryshim soll një frym tjetër. Opa, gjë e mirë. Da ha më shumë kur u arrestu Rion Veliaj, prap ndryshim më të madh. Njëta, priti se shigjon. Imagjino nuk e morë Tiranën të arrestuar Rion Velia dhe s'ken gjë me morë. Pikërisht pra këtë po them, këtë gjitha gjërat edhe patë që do bën primat, shqyr, ikëm diaspor punuam fort dhe kur të bën primat, sa tha, nuk I zgjidh kryetari, do I zgjidh anëtari. E deformoi. Edhe që ty ran gjithë pastaj. Ella Civitaja, ngri frym tjetër, primaret e varrosin gjën, sepse nuk është problemi I dashjes, është problemi I parimit. Parimi, kur dalën I pari në qark nga 22 kandidatë dhe të gjithë me votues, me kryetar, me komisioner kishte vetë Berisha, njerëz të foltorës, edhe prapë mu fitoi, triumfoi, do të thotë që ora këto njerëz tu edhe prapë ndun mua. Po. Apo dun Lirin apo dun tjetrin. Dhe unë po të them, lista e Elbasanit, nëse do të ishte si lista e Durrësit, sepse pse Durrës ndodhi mbajja 8-6, ne nuk fitoshim para pesë tash. Unë nuk jam I çment të them që e fitoshim. Do e afroheshim të shtatit, por nuk e merrshim dot. Më gjom, na njoh me të qark, unë ja kam thonë njerëzve. Ma ke thonë mungoj. Sa del nuk fitojmë dot në Elbasan, masi të hoqën ty jo për mua, the po, do zbresim shumë keq në Elbasan 4. Po, edhe pjesë njerëz thoshte ti çmet. Ma ke thonë mungoj. Ma thonin mo je çmendë që nuk del 10 jo sistemi I kodit, se s'marrin vesh këto bollajt e PD-s thoshin. Por më kodi ka, po ka një dysheme që bie dhe ra. Dhe nëse do ishim, po të them unë, Luciano Bocci, I cili profesionte komunitetin e krishterë në Elbasan, me kujdes, që janë çopet me Zheni Gjergjin, që janë vllehet, që kalas janë koka e shkencës apo e arsimit në Elbasan, apo krishterët apo të shpatit gjithë gjë që nuk kishin përfaqësi asnjë, duke pat parasysh që nga 7 bashkitë I Peqin, Belç, Sarrik, Gramsh, Librazh dhe Prenjës nuk u përfaqësuan në listë fare, as listë mbyllur, as listë hapur, ke lista hapur vënë sa emra anonim, pastaj dhe ky u kriju problemi. Dhe ne do kishim qenë 8-6. E sigur 100%. Këtë bisedë ma ke bë pa sa kanë filluar zgjedhjet. Pikërisht. Ma ke thonë mrapa që do të presim. Po I kap, ke thonë tekstualisht këtu dash. Ke thonë po I kapën 5 do jetë sukses. Po duket do të kam thënë kështu. Nëse ka 5 I bi me pantallona për kam. Me pantallona. Eksakt, çu ke qenë. Po 5 me pantallon për kam. Po nuk noth. Po duket që do të kem 4.